Fryma reale e protestës është një frymë anti-establishment për ata që e kuptojnë, jo për ty. Dhe një gjë për ta kuptuar ti. Nga kjo protest nuk do të lindi dot një PD e re. Ndërkohë që ne pësën falë Zotit dhe kemi shumë të re. Dhe mund të lindin nga kjo protest vetëm parti të reja ideologjike, e majt radikale, apo dhe parti me natyrë të islamit politik, sikurse janë përfshirë. Dy fjalë për antisemitizmin në këtë protest. Do t'ishte në dinjitetin e Kuvendit të Shqipërisë, ashtu siç ka ndodhur në fakt në qëndrimet e pastra dhe të qarta politike të udhëheqësve kryesor politik. Për shqiptarët, gjua antisemite është e papranueshme. Për Shqipërinë, heqja e flamurit Izraelit dhe përdorimi i termit qifut si një fyrje janë zhvillime shqetësuese. Ne duhet të distancohemi të gjithë nga kjo gjuhë dhe nga ai akt. Shqiptarët kur nuk e kanë pas për zakon që të sulmojnë simbolet e vendeve tjera. Shqiptarët janë vendi që në luftën e dytë botërore mirëpritën, strehuan dhe mbrojtën hebrejt nga nazistët. Dhe për këtë jemi shumë krenarë dhe do të vazhdojmë të jemi krenarë. Shqipëria jone e përbashkët duhet pikërisht të vëheci përpara me këtë qasje. Dhe duhet kuptojmë gjithë që kjo protest e humbi kauzën fillestare. Ajo tani më ka ndryshuar identitetin e vetë. Organizatorët e saj nuk kanë as pak legjitimitet dhe nuk janë transparent. Unë nuk i di kush janë organizatorët e vërtet. Ju që dilni dhe flisni në emër tyre, dilni këtu dhe na i thoni. Nëse ju keni marrë mandat prej tyre dhe ka shqetësim si antar i këtij kuvendi prej 21 vjetësh për praninë e elementëve radikal, antiperëndimor, anti-amerikan, antisemit. Dhe prandaj, nëse një lëvizje që pretendon ndërtoj Shqipërinë e re, por riprodhon në mënyrën më të keqe zakonet vjetra politikës shqiptare dhe mungesë transparencë është gjë e parë. Nxirrni emrat. Thoni që keni bërë më parë në jetën tuaj. Kërkoni legjitimitet dhe mos u merrni me interesa të ngushta.